se dikush po dënohet, dikush po burgoset, është shumë e rëndë. Po ju them një gjë, mbara më isha në një studio me disa kolegë, një prej tyre ishte i lumtur që SPAK-u të dënoj sa më shumë, që të rrisë shumë numrin e viteve në burg. SPAK-u duhet të shkojë 100 vjet, thoshte, në burg. Njerëz që gëzohen shumë të tillë, janë dinjçus dhe janë nënmesatar në shoqëri. Dhe ne kemi plot nënmesatarizmin. E prandaj aq më shumë që këtu na duhet të rritet autoriteti i shtetit, që shkon drejt e autoriteti i deputetit. Dhe nëse ka imunitet, nuk i shpëton ligjit, nuk i shpëton hetimit, nuk i shpëton... Dhe Britania për këtë thashtë, më falni që po vi tek jo prapë. Britania thot që të mos ndërpriten hetimet, po absolutisht nuk ky vendimi i majorancës socialiste për Belina Ballukun është pikërisht për të ndihmuar për ta lënë të lirë hetimin. Hetimi bëhet edhe kryeministit, edhe mbretit, edhe deputetit, etj. Por vim tek politika e linçimit përsëri dhe një herë. Vim tek kjo politikë e llaftarshme që për fatkeq tek ne është e zhvilluar, jo vetëm në politikë, po edhe në qytetari është shumë e zhvilluar. Kemi një SPAK të tërë, një instrument të tmerrshëm ligjor, i cili me të drejtë pa të drejtë, po më shumë me të pa drejtë është sulur Belina Balluku dhe ose e do në burg, ose nuk e do, ose nuk do vetën. Është e tmerrshme. Domethënë të çojë SPAK-un në burg, të lërë ato 1 vit e 2 dhe ti je pafajshëm. Atëherë kush t'i jep të 2 vjet? Nëse ata s'të japin asgjë, ata s'kan emra. Ata nuk dihet, nuk shkojnë në noteri që të thonë, mirë, unë si prokuror, nëse nuk më del gjë, po them një gjë, nëse nuk më del e vërtet kjo që kërkoj ta burgos filanin, unë do burgosën vetë. Kaq vite sa kam kërkuar. Asnjë se thotë këtë gjë. Asnjëri. Domethënë, s'ka se si ta thotë. Më falni se kjo është një lloj. Unë jam i ri, po më duket në vitet e para të 90-s ka pas penalizime për prokurorët nëse dështonin në 3 dosje rrallazi. Keni shumë të drejtë, kjo është e vërtet, keni shumë të drejtë. Në atë kohë kishte penalitetet. Sot nuk ka, nuk i kontrollon njëri. Madje më lejoni të them një gjë, në kohën e komunizmit, që ishte diktaturë, prokurorët bënin të zezat pafunde. Por me gjysma e burgut sfaqit, thuaj se gjysma ishte mbushur me prokuror. Pse? Sepse e tepronin, sepse, më falni t'u them, nëse shikonin dikë me varse Floriri nëse munde, ata do ta fusin në burg që t'i merrin varse. Nëse shikonin një grua të bukur, që ka fakte shembuj me dhjetra, edhe mund t'ju them në bisedën tonë private sa të doni. Nëse shikonin një grua të bukur, një vajzë të bukur në fshat, asa o do ta shtinin në dorë, o do ta fusin në burg. Kaq dramatike është prokurori. E prokurori nuk është drejtësia, ma prokurori nuk është e drejta, prokurori është, madje është dhe një jurist i nivelit të fundit. Dhe prokurorët e SPAK-ut nuk janë as magjistrat. Një pjesa më e madhe tyre nuk janë magjistrat, vinë nga noter. Dhe arrim tek përfundimi që duhet të merremi vesh me njëri tjetrin, duhet të koordinojmë ligjet e demokracisë, ligjet e shtetit, ligjësitë pozitive për të kultivuar tek njeriu, për të kultivuar drejtësi tek njeriu, po nuk kultivove drejtësi tek njeriu, merre gjykata sa të duash. Dhe mbi të gjitha për të eliminuar egërsinë dhe linçimin që kanë njerëzit në mendje. Kur e ka këtë gjë institucioni më i ri i drejtësisë, kur do të linçojë njerëzit me ka drejt, ka të drejt, kjo është e tmerrshme pastaj. Kjo këtu vjen. Zoti Çupi, nga gjitha kjo, çfarë parashikoni që të ndodhë, duke qenë se kërkesa sot dorëzohet e SPAK-ut për autorizimin? Parashikoni një hap tjetër, pra do ta vazhdoj këtë betejë? Nuk ka asnjë hap tjetër. Domethënë, imuniteti është krejtësisht në dorë të... Me një dosje të re, duke pretenduar se kanë prova të reja, pra me një kërkesë tjetër për arrest? Në të gjitha rrethanat është thënë, të paktën i rrin këtij parimi, me siguri do t'i qëndrojnë që sado çfarë dosjet që të ketë, le të bëhet hetimi, patjetër të bëhet hetimi, por brenda me imunitet e para.
E dyta, ajo çfarë desha të them është imuniteti ekskluzivitet i parlamentit dhe ardhja në parlament e atij krye prokurorit të SPAK-ut. Domethënë tentativa e tyre patjetër për të hequr imunitetin, ardhja në komision e tjerë është krejtësisht ndaluar, është krejtësisht antidemokratike, është krejtësisht antiligjore. Të vi prokurori dhe të kërkoj të drejtën me forcë është si deputetët, si prokurorët e diktaturës. Kur të vinin se shikoni një grua të bukur dhe të vinin për ditë në mbledhje. Po të vinin për ditë në mbledhjen e partisë, kupton? Domethënë kjo është e rëndë. Nuk ka punë në kuvend prokurori. Prokurori dërgon një letër dhe thotë do t'ja hiqin atë mandatin apo jo. Nuk ja heq dhe mbyll gojën. Nuk ka si të drejtë të kërkojë parlamentit më shumë se një fjalë. Dhe kjo është problemi. Dhe problemi i dosjes është kjo na kujton pastaj inkvizicionin që krijon SPAK. SPAK krijon një inkvizicion të tmerrshëm. Nëse nuk i dalin 10 imagjinata që ka për krimin dhe të tëra i rrëzohen, ngre një dosje tjetër, të paqencë. Ju shikoni Ilir Beqen. Ilir Beqja është në burg, ai se di fare, askush se di. Dhe më në fund të ndërtuan një dosje për krim të organizuar, për këtë grupime të organizuar, urrëzua dhe ajo, urrëzua dhe faturat, urrëzuan dhe ajo s'kishte punë me atë sterilizimin. Pse për Ilir Beqja atje? Rri sepse një prokuror s'ka që bën tani, ka futur atje, nuk gjen qelsat si ta nxjerr.